Këtu jam bashkë edhe me dy kolegë të tjerë nga Qeveria e Republikës, me zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës Glau Konjufcën dhe me ministrin e mbrojtjes Eyub Maqedoncin. Natyrisht që këtu po zhvillojmë takime të shumta me zyrtarë të ndryshëm të vendeve evropiane dhe të botës, me synimin që të tregojmë të arriturat e Kosovës, por njëkohësisht edhe planet dhe sfidat që kemi. Kjo po vjen pikërisht siç e thatë edhe ju pas momentit të rëndësishëm të kësaj jave, kur u konstitua kuvendi i legjislaturës 10, u votua qeveria e re dhe përgëzoj edhe një herë kuvendin e Republikës për lajmet e mira sonte, sepse mbi 1 miliard euro të 3 marrëveshjeve me Bankën Botërore dhe të fondit të planit të rritjes Bashkimit Evropian janë aprovuar në kuvendin e Republikës, pra një javë e jashtëzakonshme, por urojmë që të bëhet e zakonshme e të vazhdojmë me këto lajme të mira edhe përgjatë muajve në vijim të 2026.